Pjesë e një anije kozmike të epokës sovjetike priti të bjerë në tokë këtë javë, pasi ka qenë i bllokuar në orbit për më shumë se gjysmë shekulli. Cosmos 482 u lançuar në vitin 1972 si pjesë e një misioni në Venus, por nuk doli kurrë nga orbita e ulët e tokës dhe u nda në 4 pjesë sipas NASA-s. Një nga këto pjesë, që besohet të jetë sonda e uljes, pritet të rihyjë në atmosferën tonë rreth datës 10 maj dhe të paktën një pjesë e saj mund të mbijetojë udhëtimit pa u djegur sipas NASA-s. Ka shumë gjëra që nuk dim për rënien, përfshirë vendi ku mund të bjerë, por edhe nëse ndonjë pjesë mbijeton, 70% e planetit është mbuluar nga deti, kështu që nuk ka gjasa të shkaktojë dëme të konsiderueshme. Ka shumë më tepër gjasa që të fitoni lotarinë sesa të prekeni nga kjo copë mbeturinash hapësinore, tha Steen Lemmens, analist në Agjencinë Evropiane të Hapësirës. Kapsula e uljes është një objekt i fortë, sferik, rreth 1 metër i gjerë dhe peshon gati gjysmë ton. Ajo u ndërtua për të mbijetuar nxehtësisë dhe presionit ekstrem të atmosferës së Venusit, që do të thotë se ka një mburojtje të fortë nxehtësie dhe një strukturë të qëndrueshme. Kjo është arsyeja pse ekspertët mendojnë se ajo mund të mbijetojë një zbritje të pakontrolluar përmes atmosferës së tokës. Sistemi i parashutës, i menduar fillimisht për të ngadalësuar zbritjen e uljes drejt Venusit, ka të ngjartë i degraduar prej kohësh pas më shumë se 50 vitesh në hapësirë. Rreziku për njerëzit në tokë konsiderohet i ulët, por trajektoria e parashikuar e kapsulës mund ta shohë atë të bjerë diku midis 51.7 gradë gjerësi veriore dhe jugore, duke mbuluar pjesën më të madhe të botës së populluar. Kjo do të thotë se ajo mund të bjerë potencialisht diku nga Londra deri në majën jugore të Amerikës së Jugut.